Spori, faleminderit për këtë interesim kaq të madh që e keni edhe ju gazetarët, por e kanë këtë interesim të madh gjithë qytetarët. E do të ishte e mirë që edhe partitë opozitare ta kenë këtë interesim që ta zgjedhmi çështjen e presidentit. Tani mo kemi dy kandidatura, e një për cilën jemi përcaktuar, zonja Feride Rushiti, një zonjë nderuar, e cila besoj që është një përfaqësim i denj edhe për Republikën tonë, edhe për gjithë shoqërinë, pra nuk është e vetëvendosjes, nuk ka qenë asnjëherë në vetëvendosje, është e gjithë neve, prandaj do të duhej që të ishim gjithë bashkë dhe ta zgjedhim këtë çështje. Mirë, po kjo po tregon që partitë opozitare asnjëherë se kanë pas problemin e zgjidhjes së çështjes presidentit, për ta është e vetmja pra mundësi për ta bllokuar shtetin, për ta bllokuar qeverinë dhe kuvendin e Republikës Kosovës. Thirrja e seancës është për gjithë deputetët e Republikës, pa dallim, pra thirrja dërgohet, është dërguar madje ka thirrje të vazhdueshme nga kryetarja e kuvendit, dhe besoj që askush nuk po shkel kushtetut, nuk po shkel procedura, as rregulla. Është krejtësisht e pa bazë kjo akuzë, prandaj unë i ftoj edhe një herë, edhe përmes mediave tuaja, partitë opozitare që të vinë deputetët, që të mos fshifen pra pas kutav këtu në Kuvendin e Republikës, por të vinë, të debatojnë edhe të marrin vendime të dobishme për qytetarët.